Pas disa vitesh bashkëpunimi dhe përgatitjesh teknike, Biblioteka Publike Marin Barleti e Shkodrës është tashmë anëtare me të drejta të plota rrjetit ndërkombëtar KOBIS, një platformë moderne që lidh bibliotekat në nivel rajonal dhe ndërkombëtar në një sistem të përbashkët informacioni. Biblioteka jon është pjesë e këtij sistemi prej 13 viteve. Falë mbështetjes së Bashkisë Shkodër, vitin e fundit ajo bë anëtare me drejta të plota. Kjo do të thotë që jo vetëm kemi drejt të përdorim sistemin në kërkimin e librave dhe ofrohet një shërbim më i shpejtë. Një pjesë e konsiderueshme materialeve të digitalizuara deri tani nga Biblioteka Publike Marin Barleti tashmë mund të identifikohen dhe konsultohen më lehtësisht përmes këtij rrjeti. Ky sistem ofron edhe bibliotekën digjitale, e cila ka arritur një numër 90.000 faqe, dhe ato janë të gjitha të aksesueshme nëpërmjet këtij sistemi dhe të shkarkueshme për lexuesit dhe studiuesit e ndryshëm të cilët kanë nevojë për t'i konsultuar. Biblioteka e Shkodrës zotron fondin më të madh libror në vend pas Bibliotekës Kombëtare me rreth 250.000 libra të organizuara në 12 fonde të veçanta, që nga nisja procesit të digitalizimit në vitin 2007 e deri më sot janë digitalizuar një pjesë e koleksioneve dhe ekzemplarëve të rrallë, duke kontribuar në ruajtjen dhe promovimin e trashëgimisë së shkruar.